Mirë, për çfarë ke studiuar? Unë kam studiuar për ekonomik. Kam marrë për bachelor ekonomik dhe master për financë. Ndoshta i detyru ta bëj këtë. Babai ka qenë biznesmen, i çove përpara bizneset e babait apo falimentove? Unë në fakt nuk ishte primarja me çu përpara bizneset e babës, sa ishte me çu emrin e babës. Edhe ajo ishte piknisja ime, që emrin e Gjovalinit ta mbaj, po mujta me rrit, faleminderit. Dhe referu kësaj unë biznesin e Gjovalinit, që m'la Gjovalini, unë i kam çu përpara. Dhe them me krenarite. Pas kanë rënë shumë halle për i herë, të rris një motra dhe vllajin të çojë përpara biznesin, shumë iri. Edhe të kanë pjekur, besoj. Po, më kanë pjekur para kohë. Kanë pjekur shumë para kohë. Saqë ka momente që të duket vetja plagë. Më mungon fëmijëria, më mungon. Pra, gjë se më lejon, i bleva djalit një PlayStation. Edhe e kam 6 vjeç. Edhe më tha babi, do luajmë bashkë një ditë. Edhe ula duke luajtur me djalin. U fokusova kaq shumë te ajo, saqë sikur po luftoja me djalin për me fitu unë. Arsyeja cila ishte, me veten, duke qenë se më kanë munguar lërat e fëmijërisë. Për shkak të halleve, me nënën 8 vite në spitale, pas 8 viteve ndroi jetë. Pastaj u detyrova me shku në familje sepse babi u merr me politikë, me animuke biznesi. Pastaj mas 3 viteve babi ndroi jetë, u detyrova t'i bëja vetë gjitha dhe dashje pa dashje, unë kam lind i rritur, ndoshta. Shiko, kam idenë që humbjen e prindërve e ke përjetuar në mënyrë dramatike, por vdekja edhe të forcon. Ka njerëz, po se pate karakterin e fort, të rrëzon. Ka të tjerë që ju forcon. Si duket të ty ka qenë ajo e malsorit që i ke dalë në balë. Po, ishte kjo e malsorit, po ishte edhe emri i madh i Gjovalinit, i cili nuk më la, ose më saktë nuk duhej unë të dorëzohesha, sepse thoja Gjovalini bëri gjithë të që bëri ka pas një arsye, dhe unë do ta vazhdoj. Edhe kam vazhduar deri këtu me atë frymë. Nuk është e lehtë të jesh i majt në veri, sepse në përgjithësi është i djathtë. Gjovalini ty të la, se thonë është një fat i madh kur baba nuk të lë hasëm dhe borxhe, s'të kishte lënë asnjë nga këto, por të la një trashëgimi politike pak të sikletshme. Dhe mendoj që në përgjithësi kur je fis i madh të gjuajnë që të gjithë partitë kanë qef të merret politika me ty. Merret politika me ty. Ti e pati të kollaj të zgjedhjen me krahun e majt? Unë në fakt jam rrit me frymën politike në shtëpi për Gjovalinit. Edhe fryma politike ka qenë e majt e Gjovalinit gjatë gjithë kohës. Por unë e kisha shumë të lehtë vendosje në fakt të Partia Socialiste sepse i përkas krahut majt. Ama duhet të them vetëm një që nuk i nisem i këtij parimi që veriu është i djathtë apo i majt. No, Lezhë sot unë mendoj që është e majt sepse ka burra, ose më saktë është me frymen. Po ikën këto ideologjitë majtas, djathtas, po e shoh çdo ditë, ne kemi çuna dhe gocat mirë që nuk i shohin më si karton partie, si ngjyrat. I shohin si individ shumë të mirë, shembullor në qytet dhe besojnë që do bëjnë diçka të mirë. Në qartë. Ndërkohë kemi një qytet i cili ka një kryetar bashkie të Zotin, Zotin Breu, por ka edhe zona të sikletshme, Laçi, ka votuar gjithmonë djathtas. Mirdita herë majtas, herë djathtas. Sipas individit. Po, pra, sipas individit. Ke një lloj vështirësie në këtë operimin në këtë? Unë po bëj pak kohë që jam në terren në fakt. Edhe e bukura e gjithë terrenit tim është që njerëzit po më presin. Që do të thotë është në dorën tënde se sa ti mundesh ti marrësh votën atij zotërisë. Kur të pret, ai që nuk do me të votu nuk pret edhe e ke mbyllur. Po ai që të pret do të thotë që ti do të komunikosh me ta. Dhe gjatë komunikimit tim unë kam kuptuar që asnjë nga njerëzit nuk kërkojnë
diçka që s'ju takon. Të gjithë kërkojnë atë që ju takon. E unë funditës për këtë jam. Admirë, ka një lloj burriet që kur thonë që do ta jap votën, do ta jap, dhe kur thonë që hajt më tash e shohim. Politika, në fakt, politika këto vitet e fundit, mendoj si ka ndërgjegjësu njerëzit dhe shkojnë drejt burrnis, drejt fjalës mbajtur, mësoj atë që po thua. Dhe duke qenë se po shkojnë drejt asaj në zonën tonë, besoj që po të thanë po e ke po. Po të thanë jo, është jo. Nuk e kam qartë, juve jeni të stacionuar, do më thënë, vërtet ka 5 deputet qarku i Lezhës. 7 total. 7 ka qarku, po. 7. 4 më 3 janë datën me kaluar. Juve jeni të stacionuar me një qark të cakuar, me një bashkim, me Mirditën, me Laçin apo me Lezhën, apo punoni në gjithë zonën dhe votat që mblidhni ju nxjerrin? Po, atëherë ne jemi, po 7 kandidat jemi njësoj në gjithë qarkun, sepse kemi lidhjet tona dhe mund të bëjmë fushatën në çdo cep të qarkut tonë. Se për shembull unë jam mirditor, origjina ime është nga Oroshi i Mirditës, po jam lindë rrit në Lezhë. Dhe unë mund të shkoj në Mirdit, takoj lidhjet e mia, njerëzit që më njohin mua po fafim, bravo, dhe mund ta bëj fushat. Ama ne kemi një përgjegjësi politike për zonat caktuara, që do të thotë, unë si kandidat jam në Lezhë, po kam një farë përgjegjësie politike për X zonë, siç ka një kandidat tjetër në Laç, apo në Mamurras, apo në Mirdit. Pra kemi përgjegjësinë politike për zonat caktuar dhe lirshmërinë politike për të marrë vota në çdo cep qarkut tonë. Ndërkohë, ju ka lehtësuar në një çik punën kjo puna e qeverisë në 4 vitet e shkuara. Për shembull, unë kam qenë në Lezhë historikisht, vija në Lezhë, dhe më thonë drejtën shikoj ndryshime. Në Lezhë, në Shëngjin, nuk kam hyrë në Tallësin Mirdit, më thonë drejtën, më duhet shkoj. Por kam parë ndryshime këtu. A ka ndryshime thelbësore dhe a do reflektohet kjo në votë? Po, në Lezhë ka ndryshime, janë bë punë, janë lanë dhe prapë punë pa bë, ka dhe një arsye që ne ndoshta na i pengoj pak punët, ishte edhe pandemia, ishte edhe tërmeti, ato projekte që ishin disa u pezulluan, se për shembull ne kemi rastin e Lezhës, ka qenë një investim për të bërë kanalizimet dhe është shty 3 vjet nga çështja e pandemisë, se sot mund të ishte përfunduar edhe ujësjellëset në gjithë zonën. Ka punë që janë bërë, jena korrekt, na presin njerëzit prej këtyre punëve, por njerëzit gjithmonë kërkojnë më shumë. Njerëzit gjithmonë kërkojnë diçka më shumë, edhe me drejt tyre. Shiko, ke përballë ti, por edhe vetë Partia Socialiste, po unë kur them që ke përballë, them për këto të listave të hapura, se betejën faktikisht e kanë ata të listave të hapura, keni përballë 2 figura pesha të rënda të Partisë Demokratike. Gjek Markajn edhe Gjingjonin, të cilët unë i njoh që të dy, dhe janë vëndali, sidomos Gjini është me origjinë mirditor, kanë lidhje të tyre, kanë bërë ndere në atë punë të tyre. Plus që kanë edhe një favor, herën e fundit u da 4-3 në favor të PD-s. Si duken bathot këtë radhë? Okej, tani do bëjmë dhe politikë. Agroni, edhe unë i njoh të dy, Agronin edhe Gjinin. Edhe të bësh politikë në Lezhë, vish që kërkosh votën në Lezhës, nuk duhet vish që kërkosh një herë në 4 vite. Si Agroni, si edhe Gjini, tani që ka koha fushatës kanë ardhur në Lezhë. Ti banon Lezhë? Unë banoj në Lezhë. Unë jam lind, jam rrit dhe banoj në Lezhë. Si unë gjithë tjerë. Nuk du t'i hyj se Jo, shumë e rëndësishme kjo. Kjo është shumë e rëndësishme, Ka shumë deputet që zgjidhen diku po shkojnë t'i kanë në Tiranë. Bravo, okej, perfekt. Por ama janë figura me peshë, por venet tona, terreni jonë, duhen t'i takosh njerëzit. Duhen t'i shohësh në sy, jo vetëm një ditë. Duhen t'i shohësh çdo ditë. Për shembull unë në Vaki, mendoj që paktën për një javë unë mund shkoj në 12-13 Vaki brenda javës. Ka 2 ditë i bëj, shkoj pi kafet në Vaki. E në fakt për mua nuk gjykon keq edhe sot që jam fushat,
që thonë, o, erdhi për fushat, sepse unë e kam bërë njëkohësisht gjatë kohës. Pa ma unë sot i gjoj, ku shkon agroni apo gjini duke pi një kafe në Vaki sot, vret edhe pak keq, se po vjen për fushatën. E thash gjithë të, sa to janë të dy burrat në rrum, burrat mirë si individ, ama politikisht është e gabuar, sepse ky është fakt. Politikisht ti nuk mundesh një herë në 4 vit t'ju thush që shiko unë jam ky i mirë. Jo. Ato duhen çdo ditë nga pak. Çdo ditë nga pak afër njerëzve, afër banorëve, që të respektojnë. Miqtë e babait të trashëgove? Po, kjo ishte lufta më e madhe imja, sepse e kisha si sfidë, më dukte sikur e kisha përgjegjësinë për ata. Edhe isha i detyruar ti trashëgoja me kuptimin e marrëdhënies me to. Pra me festa, me data caktuara, qoftë edhe për ditëlinje, unë i kam shkruajtur mesazhe, me kafe, pa dash ti rëndoj, dhe pa dash t'ju dukem sikur për ju vi me zorë si miqtë e babët, por ju kam nejtë edhe gati, kur kanë pas nevoja, se Gjovalini në Lezhë ka pas i vetmi deputet që ka pas zyrën e deputetit që kishte 2 javë takime. Masi Gjovalini ndroi jetë, atë zyrën e ktheva zyrën e biznesit. Po njerëzit ishin mësu se zyra e deputetit dhe vinin aty. Edhe pastaj me kjo siklete e djali Gjovalinit, po më nimo këtu, po më nimo aty, po më nimo këtu, po më nimo aty dhe e mbajta këtë marrëdhënie. Ke punuar më përpara, domethënë. Po sigur i kam ndihmuar pak veten.